Ish kryeministri dhe ish presidenti Sali Berisha ka rrafyer një nga episodet më të debatueshme të tranzicionit shqiptar, arrestimin e ish kreut të Partisë Socialiste Fatos Nano në fillim të viteve 90. Në një intervistë televizive Berisha dha versionin e tij të ngjarjeve, duke mohuar çdo ndikim politik në burgosjen e rivalit të tij socialist. Asnjë akuzë nuk i erdhi Fatos Nanos nga Sali Berisha, deklaroi prerazi kryetari i PD-s, duke theksuar se procesi ndaj Nanos u nis nga deputeti Shame Korbeci dhe mori formë pas hetimeve të drejtësisë italiane, e cila sipas tij zbuloi një aferë të madhe korrupsioni. Berisha kujtoi se vendimi për heqjen e imunitetit të Nanos ishte ndër më masivët në historinë parlamentare të Shqipërisë, me 104 vota pro, përfshirë edhe ato të deputetëve që më vonë u rreshtuan për krahati. Ka pasur individ që mund të kenë vepruar në mënyrë të paqytetëruar, tha ai, por nuk ka pasur një tendencë qendrore politike kundër Fatos Nanos. Në vijim Berisha e krahasoi rastin e Nanos me situatën e tij aktuale, duke justifikuar mospërgjigjen ndaj thirrjeve të prokurorisë me faktin se si ish president ka të drejtë të përfaqësohet nga avokatët. Kjo është një drejtë që e ka mushtruar gjithmonë duke respektuar ligjin, tha Berisha. Në rrëfimin e tij, Sali Berisha bëri edhe një zbulim të pazakon politik. Pas humbjes së zgjedhjeve, ai kishte kërkuar që parlamenti i ri të amnistonte Fatos Nanon. Kërkova që Fatos Nano të amnistohej, për mua si politikan ai ishte i amnistuar që në momentin që fitoi zgjedhjet, deklaroi Berisha. Ai drejtoi fushatën, ky është kapitulli i mbyllur, shtoi më tej kreu i PD-s duke e ndarë qartë gjykimin politik nga ai ligjor. Fatos Nano u dënua më 3 prill 1994 me 12 vite burg, e akuzuar për abuzim me fondet e ndihmës italiane gjatë periudhës kur ishte kryeministër në vitin 1991. Sipas akuzës gjatë qeverisjes qinditëshe, Nano kishte shkelur procedurat e prokurimit për mallrat e ndihmës, duke favorizuar firmën Levante Company të lidhur me biznesmenin Aidin Seidia. Nano u arrestua më 30 korrik 1993 në zyrën e prokurorit Fatos Dervishi, një ngjarje që u përjetua nga socialistët si një akt politik dhe që më vonë do ta kthente atë në simbol të përsekutimit opozitar. Burgosja e Fatos Nanos e forcoi figurën e tij brenda SMAJT-s, duke shndërruar në një hero të bazës socialiste. Ai u lirua gjatë razirave të vitit 97 në kuadër të amnistisë së përgjithshme pas presionit të opozitës dhe ndërkombëtarëve. Nano u rikthye në politikë si lider i padiskutueshëm i Partisë Socialiste, duke u udhëhequr atë drejt fitores në zgjedhjet e atij viti. Në pushtet Fatos Nano u dallua për një stil të balancuar e ironik në politikë. Deklarata e tij më e famshme, jo me as, por edhe, dhe në një intervistë me gazetaren Rudina Xhunga, beti simboli i mënyrës se si ai e shihte kompromisin politik. Berisha dhe Nano ka qenë një marrëdhënie që ndryshoi historinë politike të Shqipërisë. Rivaliteti mes dy figurave që kanë dominuar për dekada skenën politike shqiptare mbetet një nga historitë më emblem të tranzicionit. Në rrëfimin e tij Berisha u përpoq të ndaj qartësisht përgjegjësitë, duke vendosur veten jashtë skemave të akmarrjes politike dhe duke i quajtur kapitull të mbyllur.